Selam aleikum hoxhë nderuar, kemi një brengë të madhe, jam i martuar, por nuk kemi fëmijë. Çfarë na këshillon? Fëmijët janë dhuratë të Zotit. Mulk pasuni e Zotit. Jep kujt të don, sa të don, kur të don. I lartë madhëruar i Allah, Azza wa Jall. Por edhe kënda e lën steril. Andaj, kërkohet prej muslimanit që të qëndroj besnik përballë kaderit caktimit të Zotit. Por, kjo nuk do të thotë që ai mos më marr sebepet, sepse ti nuk e din çka ka bëu Zoti kader. Nashta ka bëu Zoti kader me lind mas një kohë gjatë. Mas 10 vite martesë, mas 20 vite, mas 30 vite, mas 40 vite, ku e din ti? Ti nuk e din. Për ata, nuk prish punë, asnjëherë me marrë sebepet. Kam për qëllim nga ana mjekësore, por edhe nga ana fetare, me lutë Allahun, me bë dua, e doja edhe kaderin e kthen. La yaradul qadar ila dua. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk e ndryshon, nuk e kthen kaderin vetëm duaja. E më ra istikfar shumë. Më ra istikfar. Në veçanti pjesën e tretë natës. Me thonë sa më shumë astagfirullah, 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 astagfirullah. Shumë me thonë astagfirullah, më ra istikfar. Dhe jo një natë, jo vetëm një natë, por shumë me ra istikfar. E me dhanë sadak. E me i përësit dhe musliman të tjerë. Lutë në për Zotin, të falë Zotin e vlatë e fëmi. Por, pasi ti mërshtanë në sebepet, të në shkacet, ti të me qeni qetë, dhe me pajtu me kaderën e saktimin e Allahut të madhruar. Dhe nëse je burë, dhe këtu po kuptoj që je burr për pyetjes, apo më mirë me thonë nëse faja respektive është, nuk ka faj se Zoti ka caktuar, po kështu i thoj, shkaku më mirë me thonë, i mos lindjes është e gruaja sterile, edhe ti nuk je, pse s'martohesh? Marto. Se në të keqës ka të ka leju Zoti, la ilaha illallah.